Kemi mysafirën në studio, kësaj radhe vjen Erza Kurti për rej organizatës së Celje, cila është edhe menaxhere e projekteve në Celje, dhe do të flasim edhe është organizata e cila këtë vit udhëheq organizimin e Prishtina Pride, do të flasim për Prishtina Pride. Erza, mirë se erdhe në studio, kënaqësi me pas këtu prapë në Urban FM. Mirë se erdhe Erza. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Erza u koni herë në Urban FM për vitin e parë kur kemi startuar, edhe tash po vjen përsëri, kënaqësi me pas studio. Erz kallzon fillimisht qysh je edhe qysh pe përjeton këtë ndryshim të kohës, sa shih para ditës, nxat mas dite, nuk e dinas qysh po varion disponimi. Duket ja kemi nisur mësues se prej majit po një farë situate e tjerë, për ndryshe po nina shumë mirë, ka filluar java e krenarisë për cilën kemi punuar shumë prej vitit kalum, kështu që jemi shumë excited. Kur kemi nisë me aktivitete prej ditës së djashme, do të ketë aktivitete deri ditën e premte, po tham deri ditën e premte, pasi që po më duket se ka ndiku, edhe te ju ka ndiku fuqata. Po, absolutisht. Është para pa me qenë të shtunën, mirë po e kemi afruar të premten për shkak të bimeve zgjedhore e të tjera. Aha, do të thonë deri sot ka të bime zgjedhore, s'po shkojnë atje. Erz kallzon që ka nis dita e parë, cilat janë aktivitetet, do të flasim ka është goxha një farë agjende, e kemi pa që është tu reklamuar se tu marketu që një periudhë gjatë prej muajit kalum ka fillu, kallzon pak për aktivitetet edhe kallzon pak për cilin e ka pas shtirë që këtë vjet si organizatore e kësaj jave me bu programin, se po duket që është një program goxha i madh. Është goxha përgjithësi për me realizu programin, edhe normalisht përveç cilit është bëu edhe me organizata tjera, me CSKD-n të cilën e bashkë organizojmë dhe me organizata tjera partnere. Mirë po natyrisht është gjithmonë edhe kënaqësi, është një prej aktivitete më të rëndësishme në lëvizjen LGBT, kështu që dje që shëcik edhe ti ka fillu java e krenarisë, edhe ka qenë kemi pas 3 prej aktiviteteve dhe se cila ka qenë më fantastike se tjetra, edhe po shpresojmë që edhe ditë tjera kanë me vazhdu njëjtë. Dje kemi fillu me një performancë artistike nga kolektivi Havit, që e vë në pa mungesën e strehimores për personat LGBT, që është një çështje shumë e rëndësishme për neve, për me avoku për shkak se ende në vitin 2026 nuk ekziston asnjë strehimore për personat LGBT, të cilat përjetojnë dhunë, diskriminim e të tjera, dhe normalisht është për të ardhur keq. Dhe pastaj kemi vazhdu me një aktivitet tjetër në qeverinë e Kosovës që bëhet për çdo vit, që quhet hapja zyrtare, që bëhet kështu pak më institucionalisht, dhe normalisht aty kemi pas kemi qenë është organizuar edhe prej zyrës së qeverisë së mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, dhe kanë qenë të pranishëm donator për krahës e ndërkombëtare. Ka pas të pranishëm parti politike, aktar për partive politike, të di që është fushata garant janë sot në pej, 4 herë në pej na shku. Ose që shukon pjesëmarrja. Po, realisht pjesëmarrja ka pas, kanë qenë rreth 150 veta, mirë po se përket partive politike kanë qenë të ftuar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidencës Albulina Agjiu, mirë po nuk kanë marrë pjesë. Rrjedhimisht prej qeverisë ka qenë zonja Mimoza Kusari Lila si ministre, dhe të tjerët kanë qenë kryesisht për krahës të huaj dhe vendas natyrisht prej shoqënisë civile, aktivistët e tjerë. Ose me kalun ashta me ditët e tjera me folë edhe më shumë se përket këtyre aktiviteteve që kam la për shtypje është edhe emri Barazi ose Revolt. Pse e ka bashkët emën? Shkaku që për shembull do mendojsha ka mund me qenë Revolt për Barazi ose diçka tjetër, po pse ka këtë lidhjen ose njëra ose tjetra, nëse ka Barazi ka Revolt, do të thotë. Ka Revolt. Do të thotë ka një lloj mos thëm kërcënimi, po ka një lloj mesi ose çështo ose çashtu. Nuk është ose. Nuk është kërcënim, mirë po është me rëndësi natyrisht me ecik pak më fuqishëm ato që na po kërkojmë, dhe barazia është një prej të dritave themelore që secili njeri me qenë i barabartë dhe me meritu një jetë të dinjitetshme, dhe çashtu që kërkon edhe kushtetuta që me qenë i lirë dhe gjitha këtu, dhe komuniteti LGBT realisht nuk e kanë
kët për shkak të shumë arsyeve dhe natyrisht që ne kërkojmë barazi, kërkojmë u përfshi në procese ku merren vendimet për jetën tonë, kërkojmë me qenë të pranishëm, me qenë ekzistent, ashtu siç edhe jemi dhe vetë ekzistenca jonë është revolt, mirë po për një me është bo mjaft me dhunën, është bo mjaft me diskriminimet, përjashtimet, e gjitha këtu, andaj ne natyrisht jemi rezistens ndaj gjithë këtyre çështjeve që po zhvillohen. Është viti 10 që organizohet java e krenarisë. Po, kemi bën një dekadë. Keni bën një dekadë. Viti jubilar është. Ne vetë jubilar. Apo më tregon çysh janë aktivitetet e ditës sotme, ka pas aktivitete, madje një aktivitet veç është duke u zhvilluar tash, çysh janë aktivitetet të gjatë ditës që me moj qytetarët ata që dojnë u bashkangjitin këto aktivitete me qenë pjesë e këtyne aktiviteteve. Na realisht kemi menduar shumë për qytetarët dhe shumica e aktiviteteve mas dite që me mujtë për bashkangjit gjithë ata që në punë dhe nuk punën me dalë. Dhe po, dje, do më thonë, mi ta bërë gjithë një aktivitetit që patëm Let's Pride, që mbledhim krejt mbështetësit, komunitetit e të tjerë, që me nisë kështu mbare dhe me festu për ato që jemi, gjatë javës të krenarisë dhe tutje. Mirë po, sot realisht është zhvillu, tash ishte duke u zhvillua një performancë tjetër artistike, apo ti themi intervenim, është anatomia e heshtjes, ku e vënë para Ministrisë së Arsimit, do më thonë është duke u mbajt, apo më saktësisht në oborin e Ministrisë së Arsimit, duke vënë pa mungesën e edukimit seksual. E shohim që mungesa e edukimit seksual, sipas raporteve dhe ekspertëve, tregon që rrit dhunën seksuale, rrit ngacmimet, përndjekjen e të tjera dhe është shumë e nevojshme që edukimi seksual të jetë i futur si lënë në shkolla, normalisht i përshtatur për secilën grup mosh e të tjera. Mirë po, pastaj kemi edhe një shfaqje sot në sallën e Kuqe dhe kemi pastaj një video mapping light show te Kafet e Rakis, si një vend i trive ku do të bëhet një light show i ngjyrave dhe që tregon ekzistencën tonë dhe rezistencën. Ditëve tjera në vazhdim, ato e ditë që nuk është bashkë një javë, kështu po i thojnë a javë, apo është një javë 5 ditore. Javë e punës. Mirë, e ka një javë punës me aktivitete, po këtë kjo për shkak të fushasës presë, se e tim atë shtunën tani këtë përmbyllje ato dillën kena me votu që është modante. Edhe me votu edhe me festu shkon. Çështjet politike po ndikojnë vazhdimisht edhe në aktivitetet tona edhe në krejt shoqërinë, kështu që është bën një farë, po shpresojmë që do rregullohet dhe dhe ditëve tjera është e mbushur edhe pse 5 ditë është shumë e mbushur me aktivitete dhe kryesisht janë aktivitete kulturore për shkak se përmes artit tentojmë edhe me fuqizu zonat tonë edhe gjitha këto me ngrit vedije po ashtu. Dhe nesër kemi edhe aktivitete tjera, kemi prap një performancë artistike prej Miss Indefinite në Komet dhe kemi një queer brunch, të theme është quhet kështu pak një aktivitet ma i lezetshëm në aspektin që njerëzit mbledhen bashkë, solidarizohen me njëri tjetrin e krejt këtu dhe është një tjetër shfaqje në Termokes. Në cilën vend është Pride Brunch? Në Komet edhe kjo. Do të thonë prej orës 12 dhe pastaj vazhdojmë aktivitetet. Apo edhe që kjo pak po mdoket pak se problematike kur e shohim kështu ditë të javës, ato e ditë që për një me njerëz të punojnë gjatë ditës, edhe këto orë e aktiviteteve gjatë ditës mund me qenë pak problematike. Ato e ditë që edhe tash edhe vetë parada e krenarisë, parada barazi ose Revolt do të zhvillohet të premten, a mendon që kjo mund të më ndiku ose a mendon që krejt këto termine dhe krejt këto orare mund më ndiku por mos prezencë shumë të madhe të njerëzve dhe mos anena mos më pas shumë ndikim në vetëdijsim se to e di që numri i njerëzve mund të qenë më i ulët gjatë ditëve të javës. Kryesisht janë aktivitete që tash secili ka edhe një nëse ki për shembull me institucione punë, nëse kemi për shembull kemi
konferencën të ajten me institucione, shoqëni civile, gjithta janë aktarë që kanë me orë ditën se është çajo punë që e bojë. Po, normal. Dhe normalisht to aktivitetet më artistike janë më mbrome që njerëzit tjerë mundën me orë, po përveç tyne normalisht është edhe pjesa e mediave sociale ku munden me po kryesisht video të përmbledhura edhe përshkrime se çka realisht është ka kërku Prishtina Pride këtë vet edhe për çka po avokon. Domethënë siç e ceka te ajtë domethënë kemi një konferencë që është institucionale, të themi kështu që dojmë me diskutu për 10 vjet të Pride-it si rezistencë që ju ka bu ballë shumë çështjeve të ndryshme për gjatë këtyre viteve. Edhe pastaj kemi një ekspozitë, domethënë ekspozitat gjithmonë janë pjesë e Pride-it edhe tu ki përfshi dhe shfaqjet e këto që i përmenda. Dhe realisht pastaj vazhdojmë deri te dita e fundit që është Prishtina Parada e Krenarisë që quhet, edhe po m'duket realisht kjo është normalisht aktiviteti më i rëndësishëm i javës së Krenarisë, po është kështu pak më e famshmja që njerëzit e dinë se është për shkak se mediat e kanë bulu ma shumë edhe krejt kjo. Parada është normalisht shumë e rëndësi, kemi mu mbledh prej orës 12 në sheshi Skënderbej, ku ha e pauzës. Ne orë pauzë po dalim po jetëm, e mirë. Do me shfrytzu edhe Më kujtohet që vitin e ardhshëm, ju ka lidhë sot me dje, me nesër. Me nesër, me krejt çdo, nesër fillon, po m'lidhen me një ditë ma përpara, me të ardhmen. Vitin e kaluar më kujtohet që mas paradës Krenarisë u konë edhe një koncert e biblioteka, a që e ka pas, e kam lidh krejt ata njerë që mos me lon me unda, po me vazhdu me një farë lloj feste, si vjetë qyshe keni para pa me ndu, dhe jo të e di që është e premte, ora 12, qyshe keni para pa ka shumë atë me pas premte dhe dali ma heret Sot a qëj ty? Do na me të qubi për 12. Ti shumë? Super. Premtja është për me bu pa gëllqime, shakat ana është Adelina Ismailin e kemi në koncert si vjetë. Shtu që nuk përdoj që dënë dikush me mungu. është prej orës 12:45, do më thonë bëhet pjesa e paradës prej sheshit Skënderbej dhe vazhdojmë pastaj te biblioteka kombëtare. Okej, do thotë prap ecja është prej sheshit Skënderbej deri te biblioteka kombëtare, në burrin e bibliotekës kombëtare Adelina Ismaili. Si një përkrahase e madhe dhe diva shqiptare e muzikës. Se me të nashtimi përzi qaja, nanin tanë më në koha pauzës, pi me qaj temi. Ko ka ide e ki që pishitë dhe qaja për koncert? Na me qikëm vi. Shkon nice. Qikëm të meri gotat. Ka një qaj, ta Adelina. Hajde diva, hajde. Edhe festojmë, po normalisht edhe vetë që ajo ideja që dalim në ditën e paradës na tregon rezistencën edhe kërkesën për barazi dhe revoltë. Edhe ekzistenca jonë është një farë revolte, se ju kemi bu ballë shumë sulmeve viteve të fundit, po edhe prej shumë mati. Tash po duhet ta bëj një pyetje, tajtën është një diskutim për 10 vjetorin e javës së krenarisë, kur jemi tek 10 vjetori në këto 10 vite. Cilat janë disa prej përparimeve të cilat janë bën këtë fushë, sepse ndoshta për 10 vite ka pas disa përparime. Nuk është që është gjendja e njëjtë me 10 vite të kaluara, por normalisht janë problemet gjatë gjithë kohës, po që problemet vazhdueshme, por a ka diçka që është bë mirë edhe që ka marrë dhënë prej krejt këtyre aktiviteteve që bëhen në 10 vjet? Situata normalisht nuk është e njëjtë. Para shumë viteve kemi pas shumë persona të tjerë, persona LGBT që kanë qenë, domethënë, më të fshehur në identitetin e tyre, sot ka shumë persona më të hapur, pa dasht domethënë me inkuraju, po secili person që don me qenë i fshehur është shumë okay, veç me bu të qartë këtë. Mirë, po realisht ka një prezencë më të madhe të zërave, ka një vedije më të madhe dhe të shoqënisë në pranimin, të themi se ja u kemi lënë kështu me na pranu.
Kështu që ka një prezencë më të madhe dhe natyrisht ka sot edhe kafe, kloba të hapur që janë LGBT dhe kjo është një përparim për ka aspekti i biznesit që këta persona mundin ta shën pak më të integruar dhe realisht kanë vende të sigurta ku mundin më shku, mundi rehat me njoftu shoqni edhe me solidarizu me njëri tjetrin edhe gjitha këto, kështu që janë do sane të mira, mirë po realisht lista më e gjatë është pjesa e saneve të këqija, nëse mund të themi, siç u përmenda në fillim strehimore, që nuk ka ende strehimore. Edhe pse ka pas premtime për strehimore që prej vitit 2020 kanë deklaruar që do të ka më u bë. Po është vetëm tu zhvendos herë të qeveria, herë të komuna dhe realisht ende jemi pa një strehimore, prandaj për neve është një ndër pikat kryesore të avokimit. Ka pas lëvizje diçka ose ndaj lajm që ka marrë vitet? Jo, domethënë takimet janë të vazhdueshme, edhe premtimet janë të vazhdueshme, mirë po realisht çka neve na duhet nuk janë vetëm premtimet edhe ndoshta me dalë në parat me na programir, po na duhet edhe vendimet që ndryshojnë jetën e personave LGBT në mirëqenien e tyre, që me pas një jetë lirë, me pas një jetë me shëndet mendor të mirë dhe normalisht me puna pa diskriminim, arsim pa diskriminim dhe me familje që nuk përjashtojnë. E dini edhe kodin civil që u përmend shumë për martesat me seksit të njëjtë dhe realisht nuk ka ende përparim të kjo pjesë, mirë po është një drejtë themelore që garantohet me kushtetut dhe duhet të votohet. Janë edhe çështje tjera të shërbimeve shëndetësore për persona trans, sa i përket terapive hormonale, gjitha këto që detyrohen me shku jashtë vendit dhe nuk ka asnjë sigurim shëndetësor apo asnjë trajtim shëndetësor që mundet me u kry në Kosovë dhe kjo është më së e nevojshme. Erza, unë të kisha thonë faleminderit shumë për kohën që e ke gjetur, unë e di që jeni me shumë aktivitete dhe nuk po dojna me të marrë më shumë kohë, po besoj që i kena thonë krejt informacionet e rëndësishme sa i përket javës së krenarisë dhe krejt ata që dojnë me u bë pjesë mundën me i pa aktivitetet e jo vetëm me i dëgju këto ose me i pa kur del kjo intervistë plot, apo mundin me shku edhe te prishtinaprai.org ku janë të gjitha informacionet, gjithashtu edhe në gjitha rrjetet sociale si në Facebook, si në Instagram, tek Prishtina Pride, edhe me i marrë të gjitha informacionet sa i përket aktivitetit. Po e bune një përshkrim shumë të mirë, nuk po kam nevojë me. Nuk po kam nevojë me. E përzimi Veç Adelina po mungoj. Mu veç kam vetë më thonë faleminderit edhe juve për hapësirën televizive ju, po të radiofonik Kështu që dhe po ashtu me ftu njerëzit në aktivitetet tona, me pa çka realisht po kërkojmë, me bisedu bashk, gjitha këtu dhe me qenë pjesëmarrës në parad si qytetarë të këtij vendi që dojmë me qenë gjithë qytetarët e barabartë pa përjashtu askënd, kështu që juftoj kështu nga zemra me u pa me 5 sheshor në ora 12 në sheshin Skënderbej. Faleminderit shumë, kënaqësi që kemi pasur në studio.